Zjarë do të ndizet e gjithë Jugoslavia, Sazani dhe Karaburuni, pa patur frikë se them ndonjë sekret, janë shkëmbin të veshur me hekur e beton, kur s'kalon dot flota ushtarake sovjetike. Një nga fjalimet më të ashpra politike të mbajtura ndonjëherë nga Enver Hoxha lidhet drejt për drejt me çështjen e Kosovës dhe marrëdhëniet e tensionuara me Jugosllavinë. Në kulmin e përplasjes ideologjike dhe politike mes Tiranës dhe Beogradit, diktatori komunist reagoi publikisht ndaj shtypjes së shqiptarëve të Kosovës, duke lëshuar paralajmërime të hapura për përballje ushtarake. Fjalimi, i mbajtur në vitet e luftës së ftohtë, erdhi pas raporteve për represion, arrestime dhe dhunë sistematike ndaj shqiptarëve në Kosovë. Enver Hoxha e akuzoi hapur udhëheqjen jugoslave për politika shoviniste dhe përpjekje për asimilimin e popullsisë shqiptare, duke e cilësuar Beogradin si armik historik të kombit shqiptar. Në deklaratat e tij, Hoxha përdori një gjuhë jashtëzakonisht të ashpër, duke paralajmëruar se çdo përshkallëzim i dhunës ndaj shqiptarëve të Kosovës nuk do të mbetej pa përgjigje. Ai theksoi se Shqipëria ishte e gatshme të mbronte me armë interesat kombëtare dhe dinjitetin e shqiptarëve përtej kufirit, duke lënë të kuptohej se ushtria shqiptare ishte e përgatitur për çdo skenar. Shprehje të tilla si serbomëdhenjt do të pritën u shndruan në simbol të retorikës së fortë të regjimit ndaj Jugosllavisë. Ky qëndrim kishte edhe një funksion të brendshëm politik. Përmes çështjes së Kosovës, regjimi komunist mobilizonte ndjenjat nacionaliste, forconte kontrollin ideologjik dhe justifikonte militarizimin e skajshëm të vendit. Propaganda shtetërore e paraqiste Shqipërinë si mbrojtësen e vetme të shqiptarëve të Kosovës, në kontrast me heshtjen ndërkombëtare.